Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Jam vërtet i gëzuar që vijmë udhimin ton në shëmbulltyrat e Jezusit. Këmbëngulja që hap dyert e mbyllura. Kjo është shëmbulltyra për këtë ditë. Tek Luka 11, vargjet 5 në vargun e 8. Jezusi ju thot njerëzve: "A ka midis jush një njeri që ka një mik? I shkon në mesnatë dhe i thot: Mik, më jep hua 3 bukë sepse më erdhi nga udha një miku im dhe unë nuk kam çfarë t'i vë përpara." Dhe ai nga brenda duke u përgjigjur i thot: "Mos më bezdis, dera është tashmë e mbyllur dhe fëmijët e mi ranë në shtrat me mua. Nuk mund të çohem dhe të t'i jap. Edhe pse nuk do të çohet t'i jap, sepse është miku i tij. Megjithatë për shkak të këmbguljes do të çohet dhe do t'i jap aq sa i duhen." Miq, kjo shëmbulltyrë flet për një njeri që shkon tek miku i tij në mesnatë për të kërkuar bukë. Koha është e papranueshme. Dera është e mbyllur, familja po fle. Çdo arsye njerëzore thot ktheu nesër. Por ai nuk largohet, vijon të këmbgul, vijon të trokas. Jezusi nuk po na mëson se Perëndia bezdiset, apo ai është i ftohtë si miku që duhet ngacmuar. Përkundrazi, Krishti po na thot: nëse edhe një njeri i lodhur dhe i mbyllur në rehatin e jetës së tij dorëzohet përballë këmbguljes, sa më tepër një atë i mirë qiellor do të përgjigjet ndaj fëmijëve të tij përballë nevojave që ata kanë. Kjo shëmbulltyrë na mëson se lutja e vërtet nuk është formale, por këmbëngulje e gjallë dhe plot besim. Një figurë historike që e mishëron këtë është George Mülleri, shërptor i njohur për jetimoret në Angli. Ai ndërtoi vepra të mëdha pa bërë thirrje publike përpara, vetëm nëpërmjet lutjes. Shpesh fëmijët uleshin në tryez pa ushqim, por Mülleri lutej. Disa minuta më vonë dikush trokiste në derë dhe sillte ushqimin. Ai besonte se dera e qiellit hapet më shpejt se çdo derë toksore. Ai thoshte: "Lutja nuk ndryshon Zotin, por ndryshon atë që lutet dhe hap rrugë për veprimin e tij." Siç edhe Blaise Pascali do thoshte: "Zemra ka arsyet e saj që mendja nuk i di." Më lejoni të ndaj disa të vërteta që dua të mbesin tek ju. E para, lutja është shprehje besimi dhe jo një teknik fetare. Njeriu nuk shkon sepse ka formulë të saktë, por sepse besimi që miku i tij mund dhe do ta ndihmojë. Kjo është arsyeja e trokitjes në mesnatë. Së dyti, këmbëngulja zbulon seriozitetin e zemrës. Personi nuk kërkon luks, por përmbushjen e nevojave reale. Këmbëngulja tregon që lutja nuk është lojë, por është mënyrë të jetuari. Së treti, Zoti nuk bezdiset apo lodhet nga lutjet tona, zëri ynë, besimi ynë. Agustini do thoshte që Zoti vonon ndonjëherë, por jo për të refuzuar, por për të thelluar dëshirën tonë për të. Shoqëria moderne dorëzohet shpejt. Kur një derë mbyllet, njerëzit largohen. Por besimi i krishterë na mëson të trokasim përsëri. Kierkegaard thoshte: "Durimi është forma e fshehtë e shpresës." Këmbgulja është akt kundër dëshpërimit. Është refuzim për të pranuar se mbyllja e sotme është fundi. Ndaj, mbase Zoti po na drejton këto pyetje sot. Për çfarë jam duke u lutur dhe jam gati të mos dorëzohem? A jam njëri lutjes që kërkon një herë apo një bir që troket derisa dera të hapet? A besoj që Perëndia është më i gatshëm të më dëgjojë se sa unë të lutem? Këmbgulja jote sot mund të duket si lutje që vazhdon edhe kur nuk ka përgjigje të menjëhershme, si një besim që nuk e barazon vonesën me refuzim, si një shpresë që nuk varet nga rrethana. Ndaj me këto të vërteta në mendje, le t'i lutemi Zotit këtë mëngjes. Ati dashur, më mëso të lutem jo si kërkues i lodhur, por si një bir që beson në mirësinë dhe dashurinë tënde. Kur dyert duken të mbyllura, më jep guxim të trokas përsëri. Kur heshtja më frikson, më jep besim që të jem i qëndrueshëm. Bëje lutjen time të gjallë, një marrëdhënie të sinqertë dhe të ngushtë me ty. Zoti i dashur bekoj burrat dhe gratë, të cilët janë duke më ndjekur këtë ditë në këtë meditim. Bekoj familjet dhe fëmijët e tyre. Udhëhiqi në shtegun e besimit. Mbroj dhe ruaj, dhe unë lutem për ta në emrin e Jezusit. Amen. Miq, ky është meditimi i kësaj dite. Lutem që të ketë qenë bekim për ju. Nëse ka qenë kështu, ndajini me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Pres të takoj sërish me ju nesër në mëngjes. Zoti ju bekoft.